Si të përgatiti mish deri të egër. Hejo njerëz të bukur, si jeni, si po kaloni? Po u tregoj një recetë që nuk e kam treguar herë tjetër. Nuk kisha gjetur mish deri të egër, por tani që gjeta do t'ua tregoj edhe juve se si e përgatita. Recetën e kam nga babi, edhe i cili ka përgatitur shumë herë në jetën e tij këtë recetë, edhe di çdo sekret që duhet si të na dali mishi deri të egër, i butë, i mirë, edhe të iki ajo aroma e rëndë që ka mishi deri të egër. Për të gjithë juve që keni ngrënë e dini që mishi deri të egër ka një aromë pak të rëndë, edhe neve nuk e duam, ndaja dhe duhet ta heqim. Tani, siç e shikoni, unë i hodha pasi e hoqja nga letra, e vura në një enë, edhe i hodha shumë uthull. I hodha uthull edhe tani do ta mbush me ujë mishin tim. Uji dhe uthull është ajo në të cilën neve do ta lëmë mishin e derit që nga dita e parë. Kuptoj, do ta vendosim në frigorifer, edhe do ta lëmë atje derisa ti iki aroma e gjithë. Ajo aroma e rëndë që ka mishi derit, edhe zbutet edhe pak nga uthulla dhe del shumë perfekt i mirë. Mishi derit të egër do shumë qepë dhe hudhra. Kjo është mënyra në të cilën do ta përgatit unë. Ky gatim quhet riganato, siç e themi neve nga zona tonë. Nga që ka shumë rigon, ka hudhra, qepë, edhe është mënyra që e gatuajmë neve. Tani, ditën e nesërme, unë po e heq nga uji me uthull, po e shtryth pak mishin, edhe do ta vëmë në tenxhere që të mundemi ta vlojmë. Kuptohet që mishi deri do shumë orë të zihet, se është mishi fortë, ndaj dhe do tenxhere presioni. Në tenxhere të thjeshtë do doj shumë orë. Dua t'u them që unë e zjeva afërsisht një 2 orë në tenxherën e presionit, ndaj edhe merreni me mend tani se sa orë do në një tenxhere të thjeshtë. Siç e patë, pasi e kullova nga uji, e shtrydha me dorë, do me thënë mishin, që ti iki uji tepërt, i hodha vaj ulliri, edhe e vendosa që ta kaurdis, e themi neve, ta skuq, thueni si të doni. Siç u përmenda pak më shpejt, duhen shumë qepë edhe hudhra për këtë recetë, edhe mira është që t'i presi me dorë, se nëse i vënë në mikser qepët, do bënen fare pelte edhe nuk do kuptohen në gjellë. Neve i duam që të kuptohen pak tek kjo recetë. Po tani nëse përtoni ose nëse u djegin sytë, mund t'i hidhni në blender, nuk kemi që të bëjmë tani në mikser. Unë i preva të gjitha qepët, edhe hudhrat, i preva në copa të vogla, dhe do t'i hedh brenda tek mishi që po skuqet me vajin. Duhet mishi të skuqet edhe me qepët edhe me hudhrat, derisa t'ikin këto ujrat e shumta në fillim, që të marrë një çik faqe të kuqe, siç themi neve. Edhe pastaj pasi ka marrë atë faqen e kuqe, edhe janë skuqur edhe qepët edhe hudhrat të gjitha bashkë me mishin që ka lëshuar ato aromat e mira në shtëpi, do t'i hedhim edhe erëzat që duam. Tani, unë i hodha edhe verë, është shumë e rëndësishme edhe vera, se i jep shije fantastike, sado që e kishim në uthull gjithë natën, nuk ka problem fare. Nëse keni verë të kuqe, është akoma më mirë. Unë nuk kisha verë të kuqe dhe i hodha verë të bardhë. Tani, nga këto erëza i hodha dafinë, kripë, piper, rigon, të gjitha bashkë, para se të mbyllim tenxherën e presionit ja hedhim këto. Nuk ka rëndësi fare që ja hodhëm rigonin në fillim, nuk hidhërohet mishi, përkundrazi del shumë i mirë, shumë edhe mos u them që dhe pak si ëmbël del shumë i mirë mishi. Tani, i hodha ujë, se kuptohet që do ujë që të vloj mishi. Uji do ta mbuloj mishin, edhe pastaja do ta mbyllim tenxherën e presionit, pasi ja kemi hedhë të gjitha këto gjërat. Në fillim do ta lëm në gradë të lartë derisa të marrë vale, që të mundet të fillojë tenxheria të nxjerrë avull, edhe pastaja do ta ulim në gradë të ulët. Tani varet nga soba juaj, unë e ula pothuajse në gjysmë ose në 1 gradë, që të mundet të vloj avash avash. Tani, pasi e hapa pas një 2 orësh, kuptohet që ka akoma ujë brenda nga tenxhere presionit, edhe unë dua që të dali vetëm me pak vaj edhe rigon, edhe qepët, asnjë gjë tjetër, ndaj në fund do ta lëm me tenxhere me kapak të hapur, të vloj derisa t'i iki ujë tepërt që nuk e duam. Delo njerëz një recetë fantastike, provojeni, mund ta shoqëroni ose me pilaf ose me patate të skuqura, ose me një copë buk, nuk ka rëndësi fare, del perfekte. Të kaloni një ditë sa më të bukur. Ciao ciao.